Moderatorja e dashur Kiara Tito ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut, këtë herë jo nga studioja televizive, por nga pasarela e sfilatës së modës Bloom, ku ishte e ftuara speciale. E veshur me një fustan të shkurtër, elegant dhe plot ngjyra, Kiara ka parakaluar me shumë hijeshi dhe vetbesim përpara publikut. Kiara Tito ka ditur gjithmonë si të rrëmbej zemrat e publikut dhe ta mbajë vëmendjen e tyre të fokusuar me prezencën e saj të sofistikuar dhe stilin gjithmonë në hap me trende. E njëjta gjë ndodhi edhe sot në sfilatën Bloom, një event që i dedikohet elegancës, kreativitetit dhe fuqisë së grave në modë. Kiara jo vetëm që u shfaq si një yll në pasarel, por gjithashtu përçoi mesazhin e një gruaje që di të përfaqësojë me dinjitet dhe bukuri gruan shqiptare të re, e cila është e fortë, e pavarur dhe plot vetbesim. Në këtë dalje publike, Kiara nuk ishte vetëm një figurë televizive, por u shndërrua në një simbol të frymëzimit dhe shijeve fine, duke treguar se përveç se një moderatore brillante, ajo ka edhe një ndjeshmëri të veçantë për modën dhe artin e të parit bukurinë përtej veshjes. Të pranishmit në sfilat, përfshirë stilistë të njohur, personalitete nga bota e televizionit dhe kulturës, nuk i kursyen fjalët e mira për Kiarën, ndërsa imazhet e saj tashmë kanë filluar të bëjnë xhiron në rrjetet sociale. Fustani që kishte zgjedhur për këtë eveniment u komentua gjerësisht për kombinimin perfekt të ngjyrës së zjarrt portokalli me detajet e kuqe, që simbolizonin pasionin, forcën dhe energjinë. Ai ishte një vepër arti që theksonte linjat e saj elegante, ndërkohë që ecja në pasarel ishte e qetë, e vendosur dhe plot hijeshi, një performancë që ngjalli emocione të vërteta. Nuk është hera e parë që Kiara përfshihet në projekte jashtë fushës së televizionit, por gjithmonë arrin të lërë gjurmë. Ndërkohë që karriera e saj vazhdon të zhvillohet, është e qartë se Kiara nuk është më thjesht një moderatore. Ajo është kthyer në një ikon të stilit dhe një figurë shumë dimensionale, që përfaqëson gjithçka që publiku shqiptar vlerëson te një personazh publik: profesionalizëm, origjinalitet dhe një natyrë të dashur. Me këtë paraqitje të fundit, Kiara Tito e shton edhe një sukses në galerinë e saj të arritjeve, duke dëshmuar edhe një herë se emri i saj është garanci elegance dhe ndikimi pozitiv.